Ja si të pastroni gurzat sa hapën mbylshyt me këta përbërës të thjeshtë që i keni në shtëpinë tuaj. Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë që mund të përdoret për zbardhjen e dhëmbëve, gjithmonë me kujdes. Limoni gjithashtu ka aftësi zbardhuese pastruese për dhëmbët. Pasta zbardhuese me sodë buke dhe limon sipas zbrajtësait kërkon këta përbërës. Sodë buke, lëng limoni ose ujë dhe filloni me udhëzimet e përgatitjes. Përzieni lëngun e freskët të limonit me ujë derisa të përzieni disa lugë çaji me sodë buke. I përzieni të dyja derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Fshini dhëmbët me një letër kuzhine dhe më pas fërkojeni me pastë duke përdorur një furçë dhëmbësh. Lëreni pastën e dhëmbëve për 1 minutë. Më pas shplaheni me ujë të bollshëm për të shmangur ndonjë dëm potencial të aciditetit në smaltin e dhëmbëve. Nëse përdorni në vend të lëngut të limonit të ujë, atë mund ta përdorni për 3 minuta. Këshillohet të përdoret të paktën një herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike.